Ne Islami na mëson të kuptojmë një realitetin e kësaj dunjaje. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Në mënyrë që mos kemi pritshmëri nga kjo botë, nga kjo jetë, të cilat nuk t'i ofron kjo dunja, pra kjo botë. Thënë ndryshe, ne Islami na mëson që ne të mos ja urojmë vetes tonë vështirësinë, sprovën, sikletin apo fatkeqësinë. Përkundrazi, ne t'i lutemi Allahut të lartësuar duke i thënë me atë lutjen shumë të bukur dhe domethënëse, o Allah na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër, dhe na ruaj nga përfundimi i keq apo na ruaj nga dënimi i zjarrit. Pra kjo është një lutje që vlen ta përsërisë çdo besimtar her pas here. Po, nga lutjet më të rëndësishme. Gjithëpërfshirëse. Vetë Allahu na ka mësuar. Pra është një lutje që Zoti na thotë mu lutni me këtë lutje. Pra, madje profeti alayhis salam thotë në një thënie të tij, pas besimit nuk i është dhënë diçka më rëndësishme dhe më madhështore dikujt se sa shëndeti dhe se sa të qenurit i çliruar nga sikletet, nga sprovat dhe nga vështirësitë. Kjo është pika e parë shumë e rëndësishme. Pra ne i kërkojmë Allahut të lartësuar që të jemi mirë në komoditet, në mirëqenie dhe larg vështirësive dhe sprovave në jetën e kësaj bote. Mirë, po nga ana tjetër besimtari, muslimani është i vetëdijshëm që dunjaja nuk të mundson gjithçka që robi dëshiron. Dhe vetë Zoti i gjithësisë na ka lajmëruar që e ka bërë të dunja të mangët, me shumë mangësi, sepse dëshirojnë që robi të ketë zemrën gjithmonë dhe mendjen të lidhur me atë që është e përhershmja, e përsosura dhe që është përjetësia në xhenet. Dhe nëpërmjet mangësive të dunjas ne kuptojmë edhe realitetin e përsosmërisë së xhenetit dhe të botës tjetër. Për këtë arsye besimtari i qaset kësaj dunjaje me shumë fuqi, me shumë forcë dhe me shumë gatishmëri. Kjo është pika e parë dhe që është shumë e rëndësishme. Në momentin pastaj kur Zoti i lartësuar përzgjedh dikë dhe sprovon në një sprovë të caktuar, qoftë në jetë, në shëndet apo në pasuri, atëherë duhet të bëhet i fortë përsëri me Allahun, sepse pa Allahun nuk përballohen sprovat dhe nuk përballohen vështirësitë.